Pra ahsan, pra bëjnë gjërat e mira. Hasanat, pra vepra që Allahu është i kënaqur me ta. Siç kemi edhe shumë ajete kuranore që përmendet kjo fjalë dhe rrejnë fjale, që e ka përmendur Allahu në shumë ajete, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ahsan, hasan, pra që do thot vepra që Allahu është i kënaqur me ta, vepra bamirëse. E bamirësia është përkthjelja e flokëve të një jetimi, ushqimi i jetimit, të varfër, ndihma ndaj të sëmurëve, njerëzve të cilët Allahu ka sprovuar me smundje, pra kur Allahu ta mundson dhe ke mundësi të blesh ilaçet, të ndihmosh atyre me ushqime të bazë themelore, ose të blesh ilaçet kur ata nuk kanë mundësi, ose të ndihmosh atyre në forma të mira, dhe ndihmoje të tjerëve, sepse do të ndihmojë Allahu dhe ty në ditën tënde kur do që ti je më së vështiri. Kur ti ke vështirësi në jetën tënde, Allahu do të ndihmojë ty, e Zoti do të jap ty dhe ti do të kënaqesh. Prandaj Allahu thot në Kur'an mjaft bukur, pra në surën Nahl ajeti 128, inna Allaha ma'al ladhina taqaw, Allahu është me të devotshmit, wal ladhina hum muhsinun, e ata që janë bamirës. Pra me ko qenë ka Allahu, me kënd është Allahu, është me të devotshmit që janë të përkushtuar, pra, dhe me bamirësit. La ilaha illallah. Na lu pak bremendon pak rrethia jetë kuranor, të mendojmë së bashku të gjithë. Ndalemi veç pak të mendojmë. Vepra e mirë dhe fjala e mirë ngriten tek Allahu. Prandaj, nëse ti i bën vepra të mira, ti shkakton efekt të mirë, atëherë ajo mirësi mbledhet, të bëhet dhe në fund shkarkohet me të mira. Për shembulli atyre që japin pasurinë në rrugën e Allahut, sikur shembulli një kokre, pra misri se helbi, që nga një kokër dalin 7, 70, 700 pesh, varësisht se sa me zemre ke bërë atë mirë. Pra ajo shumë fishohet, e shtohet, pa ndalë. Pra